Keni probleme me flokët, ndiqni këto këshilla dhe do na falenderoni. Të gjitha gratë kanë dëshirë të kenë flokë të bukura, por jo gjithmonë një gjë e tillë është e mundur. Pasi kujdesi për flokët shpeshherë kërkon shumë më shumë vëmendje se sa ne i kushtojmë. Por në fakt, a i dini se për të pasur flokë të bukur dhe të lëmuar dhe të shëndosh, ju duhet të ndiqni disa rregulla dhe të bëni disa veprime të thjeshta. Këtu ne do t'ju tregojmë disa prej tyre. Filloni dhe balanconi dietën tuaj ushqimore. Përdorni vaj në kokosit për të masazhuar kokën tuaj. Shkurtoni majet e flokëve vazhdimisht. Mos i lani flokët shumë shpesh. Mos e sforconi shumë krehjen e flokëve tuaj. Uleni nivelin e stresit. Ndryshoni këllëfët e jastëkëve rregullisht. Merrni vitaminat e duhura. Nëse përdorni maska për flokë, përdorni ato natyrale. Përdorni balsam të flokëve rregullisht. Mos aplikoni shumë shampo dhe balsam, konsumoni më shumë ujë dhe mos i mbështjellni flokët me peshqir për t'i tharë.